etiketime, domethënë. Një ndër to është anadollak e përdorin si ofendim, mongol, arab pak më shumë, turk, etj, për etiketime mo janë shumë. Sa përket personave që do t'i krahason, do të ishte mirë që në shumë aspekte të bëhemi të ngjashëm me popujt me të cilat na fyen. Nëse shohim shtetet arabe, shumë prej tyre kanë përparuar shumë shtetet e Gjirit gjithsesi, por edhe shtetet tjera kanë histori të hatashme, kanë arkitekturë fascinuese, janë civilizime të vjetra dhe shumë prej tyre kanë edhe prodhimtari, prodhojnë vetura, prodhojnë autobus, gjithçka. Në Anadol për shembull, ato qytet të Anadollit ka kapacitetet të prodhimit nuk do të bëj reklam të shumë prodhuesve automobilistik. Në Anadol ka hekuruz shpejt 300 km/h. Ndërkaq ti me cilët i fyn bashkëdhetarë shqiptar duke krahasuar me anadollakët e me arabët e turqit, ti çfarë ke diçka për të treguar, me cilën mund të lavdosh diçka? Shumë e vërtet. Do thonë është rrim s'kena. Rrim s'kena. Po është një ndjenjë superioriteti nga një superioritet jo ekzistues. Kështu është shumë e vërtetë. Domethënë ti e lun rolin e superiorit, as ky rrim të shtëpia me çirrasit, edhe pse jam musliman, më thot arab. Unë s'jam arab, unë jam shqiptar. Më thot anadollak, unë s'jam anadollak. Mirë po, hajde që qenë kam arab. Bane paralelen e jetës tonë edhe të arabe, shumë mire e sjarove, dhe më thonë. Ato kanë industri, kanë hiq ma shumë që të rrima për këtejna. Rrim, kanë ne s'kina rrim. Apo kopta. Pa, në shkretir kanë ujësjellës. Po, ujësjellës. Po, shumë ti s'ke ujësjellës. Ujësjellës. Allo, me gjërat elementare, mirë mi kanalizimin, s'kina ne. Ne e përqesh anadollakën, turkën, arabin,